për naftën, akciza e TVSH, çdo vend tjetër normal e bën, Kosova ka me majt ligjërata tjerëve që nuk është vullnet i mirë, thotë unë fitoj sa më shumë, atëre ajo është qëllimi Kurtit që ta rrit buxhetin, se kam përshtypjen që arsyeja vetme pse nuk heqet akciza është që do të akumuloj buxhet. Për me shpërnda prap para zgjedhjeve. Për me dalë me thonë, na kemi mbledh ma shumë. Logjika dikujt thotë që mund të ketë ndonjë ide për ndonjë konflikt, krizë globale. Sa më shumë buxhet që ka shteti, aq më mirë. Apo, 1,5 milion një shtet me 4 miliard euro buxhet, bile me 2.9 cilat i mbledh direkt për qytetarëve të Kosovës, e 1.1 janë kredi e gjana tjera, nuk është, ajo të kallzon sa pak din njerëz që thonë diçka të tillë. Në ty të mbron veç administrata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.